Në këtë kanal kullues, në afërsi të ish repartit ushtarak në Durrës, u shënua viktima e parë nga tërbimi i motit. Astrid Hysena, i raportuar i zhdukur nga familjarët pas ditën e 6 janarit, është gjetur i pajet këtë të enjte. Shërbimet e policisë në bashkëpunim me polumbarët e Reneas zhvilluan kërkime intensive për të gjetur trupin e të ndjerit Astrid Hysenaj. Paraprakisht dyshohet se 54 vjeçari, punonjës i ndërmarrjes komunale në zonën e plazhit të Durrësit, është marrë nga rrjedha e ujit. Pas bashkisë të qytetit të Durrësit, Astrid Hysenaj, punonjës i ndërmarrjes komunale në zonën e plazhit, ishte paraqitur normalisht në punë. Bashkia Durrës informon se punonjësi i ndërmarrjes komunale plazh, zoti Astrid Hysenaj, më datë 6 janar është paraqitur normalisht në vendin e punës në orën 6 dhe ka ushtruar detyrën deri rreth orës 10, kohë në të cilën është larguar nga ambientet e punës. Rreth orës 16 të së njëjtës datë, familjarët e zotit Hysenaj kanë kontaktuar përgjegjësin e ndërmarrjes komunale plazh për të marrë informacion pasi ai nuk ishte kthyer në banesë. Përgjegjësi i ndërmarrjes i ka informuar familjarët se punonjësi ishte larguar nga puna rreth orës 10:30. Më pas familjarët kanë njoftuar policinë e shtetit. Përmbytjet në vendin tonë morën jetën edhe një të moshuare në fshatin Progër në nëntor të 2025-s, fshati i cili sërish u përmbyt edhe këtë janar. Mirë, kthehemi, flasim pak për Durrës, në aty ku lindi, ku filloi kriza. Durrësi u kthye në kryeqytetin e kësaj përmbytje të re, nëse mund ta quajmë përmbytje meç. Atëherë, cili është ndryshimi midis asaj që ndodhi në në Vjos me atë që ndodhi në Durrës? Atëherë, Durrësin do ta ndajmë në dy pjesë. Se dy hidrovorat, ja? Një vjetër, një i ri. Jo, Durrësin do ta ndajmë në dy pjesë. Në pjesën e Durrësit, qytet, dhe pjesën e Kënetës, sepse janë ndryshime shumë esenciale midis njëra tjetrës. Ta nisim tek Durrësi, se tek Këneta e kam një ide, po pse Durrësi u përmbyt në atë farë feje? Durrësi u përmbyt sepse duke pasur dy hidrovora. Po s'kan lidhje me hidrovorët. Po me kë ka lidhje? Por hidrovorët nuk kanë të bëjnë me Durrësin, më burr. S'po ngatrojnë, hidrovorët nuk kanë të bëjnë me Durrësin. Ujërat e Durrësit derdhen nëpërmjet 3 kolektorëve në det. Ujërat e Durrësit. Ndërsa ujërat e zeza, të cilat tani janë bashkuar me ujërat e bardha, dhe kjo është problem i debatueshëm sot sa duam, tërhiqen dhe shpihen në landfill. Por landfilli merr vetëm 10 deri në 50% të ujërave të zeza, sepse 50% dhe 90% derdhet te ujërat e bardha. Dhe praktikisht Durrësi nuk ka punë fare me hidrovorin, prandaj mos i ngatrojmë. Pjesa poshtë Këneta ka punë me hidrovorin. Durrësi ndodhet 6 metra mbi nivelin e detit, pikën më të ulët të tija. Ndërsa te stacioni i trenit është govat. Veliera është govat dhe i mbledh gjithë ujërat dhe i mban aty. Në Lezhë, te stadiumi është govat. Dhe kjo situatë e govatës... Në pamjet e Velierës në ndihmon regjia për treguar këtë govatën që u krijua. Govat, pra po ti mos shko atje, shko te stacioni i trenit. Si ka mundësi? Te stacioni i trenit, sepse Veliera si bëhen këto projekte kështu? Nuk intrigon ndonjë gjë, ndërsa atje tek stacioni i trenit, në hyrje të Durrësit, ajo bllokon gjithë Durrësin. Dhe ajo që në 2002-shin, në 2006-shin jam marrur posaçërisht me atë punë për ta zgjidhur problem. Dhe vazhdoi të mbetet dhe historikisht është mbetur ajo. Dhe po ta shikosh, ajo është pika. Në 2006-shin ka qenë një projekt në Durrës për të bërë këtë sistemin, i cili unë e denoncova si vjedhje për të vërtetës. Por më nuk po i futem kësaj pjese. Pra kush është Durrësi tani që ta ndajmë Durrësin nga Këneta? Nuk ka të bëjë Durrësi